Mirëmëngjes dashur miq, jemi në Institutin Gastronomisë Royal, jemi me një tjetër recetë, pastën e that, pakeri. Pakerin do ta kemi kombinuar me karkalecin dhe do shikojmë studentët tanë se si ata do ekzekutojnë këtë pjatë. Më pas shikojmë dhe mënyrën se si do prezantohet për ta përmbledhur të gjithë orën e mësimit. Na ndiqni. Atëherë grupi, jemi gati për shtuar pastën në bulitor, mbasi ka marrë vaj uji, kemi rregulluar me kripën dhe pasta jon pakeri kërkon një minutazh prej rreth 14 minuta, formati al dente. Ky format na shërben për të kuptuar zgjerrjen e plotë të pastës dhe për ta nxjerrë te klienti në këtë lloj mënyre dhe për të qenë sa më e shijshme. Shikojmë që kemi produktin e karkalecit në tigan dhe panën nga ku do gatuhet me temperaturë të ulët. Atëherë grupi, sikur se jemi, marrim tiganin për katës dhe përgatisim salcën, duke shtuar panën dhe karkalecin me temperaturë të ulët, e rregullojmë disi me krip. Kontrollojmë her pas here pastën, është shumë e nevojshme që mos kemi gabime. Si që thamë pak për para, kjo past do një minutazh prej 15 minuta zgjerrje në formatin al dente. Në tiganin tonë kemi shtuar karkalecin e thellësisë, pana kuzhine dhe jemi gati për të bërë salcën. Tine ke gatuar në njërë të pastë? Pakeri. Lobster. Me sallë mënyrë, vetëm me lobster? Pra vetëm me... Këtë ke pas më special. Më speciale, e qartë. Ishte një nga pastat më të preferuara? Ke pas në bord. E qartë. Hestë, këtë gjatë. Ecte. Pra nga sugjerimet e lokalit? Papadele. Papardele, qartë. E qartë. Janë pasat shanë. E kuptoj. Mirë grupi, sikur se kam thënë her pas here, gjithmonë gati 70% e zgjerrjes apo më pak në bulitor dhe pjesa tjetër në atakon në tigan, e qartë? Mund ta ulni temperaturën e tiganit, pasi nuk duhet të mbigatuhet karkaleci në këtë rast, sepse duke qenë se është një produkt deti, gjitha produktet e detit në veçanti nuk para kërkojnë një kohë shumë të gjatë gatimi. Kontrolloni herë pas here pastën grupi, për të kuptuar dhe ndryshimin që ajo pëson.
Jep do shtosh pas në tigan më pas, duke trazuar hepasere me ujë dhe në fund fare do shtosh një lugë dhe spinaq. Kemi spinaq. Po, marrë edhe ngjyrën e shitë dhe mbi të gjitha kombinimi që bëhet shpeshherë spinaqit me produktet e detit. Zakonisht, kjo pastë altin është një pastë që mbahet e para përgatitur, 50%. Për të vetën arsye sepse ka klientë që mirë kuptohen në këtë aspekt të kohës, por ka dhe klientë që është pak e vështirë për të kuptuar minutazhin e kësaj paste. Duke qenë se në syrin e klientit gati 90% e pastave apo 100% pastave thonë që është diçka as pasta janë, pra mund të dalin lirshëm shpejt. Kjo lloj paste për ata që nuk e njohin është një pastë që kërkon minutazhin e vet. Pra të marrësh 15 minuta kohë, një format al dente është disi e gjatë, ndërkohë që pastat e freskëta që bëm javën e kaluar jo më shumë se 3 minuta. Okej, Romeo? Zakonisht, për të punuar me pastat të freskëta është shumë herë më e thjeshtë, por ka klientë që realisht e duan pastën e thatë, sepse pasta e thatë është akoma dhe më e veçantë. Por, po të flasim një herë në kaq kohë në kombinime të caktuar për pastën e freskët, pse jo mos të zgjidhin pastën e freskët. E thënë ndryshe, si kuptohet kjo pasta në qoftë se doni ta provoni, po ta merrni ta prisni në mes, duke te konturi bardhi lehtë, që mund të jetë pastë jo e zgjerë plotësisht. Gjithsesi kur t'jeni gati, mund ta kaloni pastën, edhe ndihmojmë. Emira, ta shtojmë si thua? Ta shtojmë? Okej. Ja për dashur miq, jemi gati për të shtuar mbasi pasta ka zgjerë në gjysmën e masës së saj, në enën e bulitorit. Tani ajo kalon në tigan, pra gjitha midonin që ka mos të jetë pjesë e tiganit kryesor, por dhe të klienti. Ndërkohë vazhdojmë punojmë atë në tiganin tonë. Ndezim vatrën e mira dhe pastaj kontrollojmë atë për temperaturën dhe për zgjerrjen e saj. Ja, ta shikues, jemi në situatën që kemi shtuar pastën në tigan dhe po marrin shijen e njëra tjetrës. Ju këshilloj për ta ndjerë dhe për ta shijuar pastën sot, mund ta shijoni në formatit al dente. Atëherë me sa shikojmë jemi gati për shtuar kremin e spinaqit dhe nxënësit mund të jenë të gatshëm për të thënë për shtimin e kremit të spinaqit. Atëherë kush nga ju është gati? Jo më shumë se 1 minutë e 30 sekonda, të gjitha bashkë. Ngrej temperaturën, Orgito. Kremi i spinaqit është përftuar nga larja e mirëfillt të saj dhe më pas e kaluar në termomixer. Okej. Shikojmë një nga studentët tanë, është gati pasta në procesin e zjerjes dhe të shtojmë kremin e spinaqit. Trazojmë, duke shtuar sërish pak lagështirë
dhe djathin pecorino. Një nga djatrat që është goxha shumë i shishëm në këtë rast. Pra, studenti i parë, djali Kleo ka bërë gati pastë, është kjo pasta këtu, pakëri me kakales dhe krem spinaci, dhe bëhet gati për prezantim në pjatë. Kemi përgatitur pikë së pari dhe një shport të djathit, për ta bërë sa më interesante dhe servirja e saj në të lloj mënyre. Çdo pas duhet të jetë kremoze, sikur se kemi thënë. I bëftë mirë, faleminderit. Merë një pjatë që është që të kesh dëshirë vete. Atëre grupi, kush ka nevojë për support, më thoni. Ke shtuar pecorino? Pecorino djathin? Trazohet dhe nxirra. Bravo, super, veja shumë, beve kujtes dhe veja shumë. Djathë. Edhe? Trazohet pak të shkri mirë, i dhe pak fare ujë mëse laqë të trash. Lela, ta trazohet mirë pas, nëse ke spinaqin akoma të pa nxirra.
djali sot kemi përgatitur postë bukur me pona, spinac edhe Pakej. Pakej. Pakej pasta.